Dea, 19 vjeç nga Prishtina, përballë Ledianit, 22 vjeç nga Tirana. Kjo është Dea, e cila studion për kanto. Kam lindur dhe jam rritur në Amerikë dhe u banën 5 vite që jemi kthy në Prishtinë. Kjo është hera e dytë që vjen në The Voice. Tash po provoj prapë sepse mendoj që meritoj një shansë të dytë. Jem shumë krenar me veten që ku mujt me ardhë deri këto, edhe pse në Voice 2 s'ku mujt me arrit me kalu fazën e blindit, veç kësaj herë që ku më kalu, jem shumë emocionume, sidomos që jam në skuadrën e Gencit. Ky është Lediani, që gjithashtu nuk dorëzohet lehtë. Kam edhe shumë vite që merrem me hip-hop. Ajo është pika ime më e fortë. Kam qenë tek Voice 3, por nuk shkoja aq mirë sa e prisja. Mbas Voice 3 isha në Top Fest. Tani du që ta provoj prapë Voice-in, sepse mendoj që tani jam gati. Ndjehem mirë që kam kalu fazën e blindit, tani vjen faza e betejave, një fazë tjetër e rëndësishme në The Voice. Pas blindit u ndjeva shumë mirë, sepse ishte era dytë që provoja dhe me vërtet doja që ta kaloj një eksperiencë të tillë. Tani shohim se çfarë do ndodhi në këtë fazë. Nëse s'është kjo kënga për këtë puntat. It Takes Two version shqiptar. It Takes Two version shqiptar. Kjo këngë It Takes Two është këngë shumë e vjetër, është Marvin Gaye e ka kënua dhe Kim Weston, Motown, është të 60-tat, po na aty e bë versionin e Tina Turner dhe Rod Stewart. Është më modern, edhe është vokalisht më interesant. Është më nalt. Po ta qef me i bo bashk edhe me po friksioni që krijohet kur dy këngëtarë që janë praktikisht kundër të bashkohen. Pak kom hallin e Ledianit ka një herë në intonacion, për shkak se është reper dhe ma shumë i intereson ritmi se melodia kështu në parim ati, jo se s'ka vesh se ka shumë. Te Dea është gjithmonë ajo frika se ka me u zbut, duhet me majtë gjallë, po në anën tjetër, kur i bashkum zërat, edhe kur e knun këngën, tepër dinamik të dhe. It takes two, baby, just me and you. Super, okej, qëre, perfekt. Dy vretje për ty, që nuk janë shumë kritike madhe, po veç dy vretje. E ke, do më thonë... E dytën e ke... Njerë shkon të nalë, njerë shkon të poshtë. Kur u zgjodh si material, nuk mu duk vetja që mund t'isha mirë aty. Pasi bëm prova edhe ndjeva shumë mirë, edhe zërat tonë përputhen shumë mirë me Dea. Mos harro me unë gjithë dore mi. It takes two, baby. A dhe në ki gjithmonë këto, se kjo po ngellet vetë. Besoj që me Ledianin përshtatëm shumë, sidomos me zërat, edhe kur përkëndojmë përknaqemi shumë në prova sidomos, kështu që besoj që dalim shumë bukur në skenë të së bashku. Amo Lediana, mësove këngën? Po shkojmë aty. Se kishe pak frikë, tha unë nuk di me knu rock, nuk di me knu rock. Është pak e vështirë, po e knove prapë. Bëhet. Edhe për ty është pak më ndryshe se... Po, si mësu fort me knu kësi këngë, po mirë për shkak. Si zakonisht kënon sene që janë pak më të shprime, pak më bajlada, apo jo? Po. Si do të shohë mu për shumë ka pëlqyer që keni bërë kur e provun pak, po hala se kemi provu tamam, edhe po shpresoj se tash kur futem me prova s'kemi pas problem. Arsyeja pse po ta shef mi u bë bashk, është jeni shumë të ndryshëm. Edhe po komplimentoni njëri tjetrin. Edhe në ky me qatë në farë pop vokali ti që e ka shumë gjallë, edhe ti me një interpretim interesant rock i cili nuk është hiç rock. Mu po pëlqen që këtë në këngë. Ke kujdes në refren, pak je poshtë. Në ato baby, it takes two. Qëtu je pak poshtë pe bënë si veç ngrite pak ma nalt notën. Mos ki frikë, veç ti jepu. Pika e ma e fort, mundet me qenë që anglishtën e di shumë mirë dhe di që shmi theksu fjallët ma mirë. Pika e ma e dëvët, dhe është që nashta për emocionet mëj me ngatru pak tekstin, po besoj që do ja dal mirë. Besoj që do shkoj mirë, për mu është thjesht një eksperiencë e bukur. Beteja që vjen tani është e skuadrës së Genci Saliu, do të vi në krahun tim të djathtë një vajzë e cila karakterizohet nga qetësia dhe një lloj kështu shikimi alla amerikan, sa aty është rritur. Zonja zotrin, tuar trokitja vazhdon për Deo!
Dhe kundër Dea sonte është një djalë I cili nuk karakterizohet fare nga qetësia, ai të thyrë në mes. Zonja dhe zotrinj, adashi im për një gërm, Lediane! Ja të kjanë brënda ringut, Ledian, kujdes me vajzën se duket shu si e ftohtë amerikane, Qa këngë të këndoni? It Takes Two, Tina Turner, Rod Stewart. It Takes Two dhe ata janë dy, janë në ring në The Voice of Albania, let filloj beteja. Rod Stewart dhe Tina Turner, It Takes Two, zini dhe njëherë vëndet që kishin në fillim. E fillua me një klasike, shumë mund të jetë kujtuar dhe ai filmi me Benjaket Olsen, It Takes Two, ka qenë një film I 95-s. Natyrisht ju mendoni se ne shohim filma për të rritur të autori, jo Junior, shohim gjithë ditën. Si të duk ty Jonida performanca e të dyve? Mund të them që Lediane dha përshtypjen që e kishte bërë materialin të vetin, Dea më pëlqeu interpretimi, pate një dy luhatje në refren, teksa këndonit të dy së bashku. Megjithatë janë gjëra shumë të vogla, të cilat nuk I marr parasysh. Mund të them një performancë e arrirë, më pëlqen. Me siguri si driti e ka kërcyer këtë këngë në këto mbrëmje që bëheshin dikur kur ai ka qenë adoleshent në vitin e largët 1882. Në fakt kam qenë I çik më I egër se sa. A nuk kërceje me kështu me twist. Sidoqoftë është siç e the vetë në ato klasike dhe në duetet klasike. Eksakt. Po pa dashur të shtoj shumë nga ajo që tha Jonida për veshin tim, si më thënë Lediani, edhe pse kishte një farë mënyrë të punën më të thjeshtë, një dy luhatje të vogla I pat Lediani për mua, sepse kishte zërin e parë. Ndërsa Dea e plotsoi gjatë gjithë kohës me zërin e dytë. Çfarë nuk më pëlqeu në fillim, por që e realizoi më vonë, domethënë e realizoi atë pritshmërinë time. Lediani në fillim ishte I ftohtë, nuk kishte bashkëveprim, pavarësisht se Dea një farë mënyrë po e ftonte që të duetonin së bashku. Lediani po këndonte për qefin e tij. Pastaj nga gjysma deri në fund të këngës pat bashkëveprim, sepse tek e fundit është duet, por mbi gjitha është edhe betejë në të mirë të këngës, në mirë të muzikës. Unë vazhdimisht të gjithë grupi tim, në fakt, gjën e parë që ja kam vënë në dukje dhe vazhdoj gjatë gjithë kohës t'ja vë në dukje, kur këndon vetëm është më e lehtë. Kur këndon duet, atëherë tregon kulturë në të kënduar, sepse të njëjtën kohë duhet edhe të dëgjosh, edhe të kesh bashkëveprim skenik. Një komunikim në skenë, një gjë që në fillim ju mungoj, po pastaj ishin shumë mirë. Komplimente. Genci.
Përpara se të thuash se me cilin prej të dyve do të shkosh më tej, do doja dija një mendim të ke punuar me ta gjatë gjithë javës, kështu që e di dhe se si kam punuar në prova dhe më e rëndësishmja është paraqitja brenda ringut sonte. Dea është një këngëtare mjaft e kompletume. Ka shumë talent për muzikë, është edhe pianiste, e ka zonin e mirë, nuk gjendet shumë mirë në këto këngë që janë më të shpejta, që janë më staccato. Kjo është edhe një arsye më shumë që unë më dhon këtë këngë edhe me futente, në mënyrë që më sfidu. Mu sot më ka kënaq. Lediani është shumë i talentuar për muzikë. E ka vokalin akoma të pazhvilluar pak. Do me thonë, ati i duhet hala punë. Dhe këta e kom pa gjatë provave, për me u bo këngëtar, me gjithat, sot ka qenë shumë i mirë. Qka mu më ka befasu, edhe qka unë kom pas frikë se nuk do të mund të realizohet, është të këndoj së bashku me Dejen në refren. Do të thotë të mbetet në intonacion, derisa Deja është e knuzën e dytë edhe ka bo secilin herë prej fillimit. Sot e vërtetë është që ka pas 2 lohatit vogla, po me gjithat ato në shumë të vogla. Normal. Sidomos të e marë parasysh që Lediani vjen për një background i krejt tjetër. Lediani është repet. Edhe kjo është diçka fantastike. Unë duhet... Ti sidoqoftë duhet të zgjedhësh vetëm njërin. Ledianin apo Dejan? Duhet të shku me Dejan. Dea! Duhet të shku me Dejan. Dea është zgjedhura e Gencit në këtë betejë. Dea, komplimenta. Faleminderit, mund të shkosh ande. Por, siç ti e di, nëse si Driti, Alma ose dhe Jonida mendojnë se ti duhet që ndrosh në The Voice, ata kanë një vend bosh në skuadrën e tyre. Shohim nëse ti do të jesh i zgjedhuri i tyre apo jo. Me sa duket jo, Drita të vazhdojnë të jenë të kuqe. Unë të falenderoj që erdhe në The Voice. Ledian, vërtet kënaqësi. Presim veç pak? Po. Me që në Voice ndodh një gjë që shumë shpesh konkurrentët si t'jo domosdoshmërisht janë shumë të zhvilluar vokalisht. Ka ndonjë talent tjetër muzikor që është shumë i mirë dhe ku janë më të zhvilluar. Ky si thash më herët është reper, i bën këngët e veta. Shkruan tekste anglisht, është mjaft i shkathët, i zhdërvjellët si reper, edhe deshta më ia dhon një mundësi që të shfaqë si reper. Qa po thu? Po pse nuk i dhe një duet si reper përpara? Po Voice nuk e... Si ta bëjmë këtë rap? Po a ke atë telefonin aty me këngën që ma tregoven pra pasket? Me telefon, te marrim një beat. Me telefon në xhep ka hyrë ky në studio? Po ne i dhemi gjithë publikut ish telefonat? Nëse Çamçakizën e ka heq. Çamçakizën e ka heq, kjo është e rëndësishme. Okej. Hajde. Okej, çfarë do të bëju me këtë tani? Futja pak mikrofonin që ta dëgjoj të kapet bendi se... Okej, t'ja fusun mikrofonin kësaj, prit. Futë. Ku e kaj? Pap-pap, 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 pap-pap. What's up? Alright. Hey, I going high when I blow up. I shut down the whole world. I do big, me kill the haters when my track is out. I'm more like feisty, crazy, sick in the shit when I blow up. Catch me if you can, nobody can see me. Blowing up like Big Bang. Back in this so strong again, damn. Fresh, not giving a fuck about anything. Pump, I pass fast, straight up. Rest, yes, I'm on. This is not the first, this won't be the last. I'm fresh to death. Smoke that, don't ask me how to do this. Me love this, doing it all the time. I go deep in the pit when I trip, make it fly. Show up my level and hit me still hot. Fake up style like we talking about. Hey, what I'm talking about. Woo! Zore zotrin Lediani, më vjen mirë që do me thënë dole nga The Voice me këtë performancë dhe e dini kush këndon tjetër rap si Dritë Valeri, zonja të tim, pas sa shkute, shëndrojnë me ne.